ndryshon Shqipëria me Japonin? Do habiteni fare me këto që do dëgjoni. Tu nuk ka fare kosha plerash. Nuk lejohet të hidhet asnjë letër në tokë. Janë disa qese të përbashkëta, të mbuluara me rrjet, pasi ka dhe zogjë që mund t'i ngacmojnë. Rrugët janë më të pastrat në botë. Për duanpirësit, jeta këtu është e pamundur. Ka dhoma të posaçme në rrugë ku duhet të mbash edhe radhë, madje të marrësh edhe trenin për të pirë një cigare. Dhe nëse ti guxon ta pish një cigare në rrugë, të pret një gjobe majmë. Jo vetëm makinat ecin majtas, por edhe këmbësorët ecin gjithmonë majtë. Dia tjetër, VC-ja që i ngjan një kompjuteri me shumë procese, me ngroje, me tharje, sepse është high-tech. Ende nuk kam gjetur një lokal mekanike për jashtë, dhe nëse e shef do jetë një gjë shumë e rrallë, gjithçka është brenda dhe rrugët e lira. Doni akoma, nëse do të blesh një makinë në Tokyo, nuk e blen dot, nëse nuk ke një vend parkimi. Në Porrugica nuk ka trotuare, por ka vetëm viza që të tregojnë që duhet t'jesh këtej. Reklamat e çdo restoranti janë të veçanta që ta kuptosh se çfarë të pret brenda. Pra këto nuk janë ushqime reale, por janë skulptura të ndërtuara shumë bukur dhe ti krijon një ide për menyn. Çfarë na bashkon? Telat si meri manga, që ne i kemi gjithmonë si për kokës. Edhe këta e kanë i të keqe si për kokës.